Përshëndetje shikues televizionit Arbëria, mirë se po takohemi edhe me këtë shtun me emisionin Erdhi Antigona. Sot kemi ardhur tek shtëpia e famshme e gazetarëve këto, po përndryshe të ftuar kemi edhe fotografin i cili ka provoj pune ma shumë se ka më në jetë. Përndryshe këto e kemi edhe Ridvan Slivova, përshëndetje për juve. Faleminderit shumë që gjete kohë me nda me ne. Ridvan me mbi 3 dekada provoj në fotografi dhe gazetari vizuale. Si e përshkruni rrugtimin tuaj profesional që nga vitet e 90-ta deri sot? Unë mendoj që rrugtimi im, po edhe çdo fotoreporteri, mendoj ashtu, që spari është mision, tani kalon profesion. Kur thon mision, është diçka që dedikohesh masës. Unë je përgjegjshëm ndaj masës, ndaj paraqitjes publike. Në këtë rast, kur paraqitjet publike kur flas për vetveten, janë punimet e mia ose realizimi i fotografive, që gjithmonë kam pas një autocenzur, them, edhe kam qenë shumë i kujdesshëm çka do të publikoj. Kjo është ajo që më nin, ndoshta që njihet nevoja ose ata që shprehu që i kem obligim, ndoshta edhe moral, po që ndjem më shumë si diçka humane. Këtu besoj që me këtë kontekstin, ajo gjaja humane që është gjithmonë paraqitja reale që ka ndodhur. Çdo gjë që është reale e natyrshme, unë mendoj që është humane për paraqitje publikut. Po. E çka ju ka shty me zgjedhë fotografin dokumentare dhe fotoreportazhin si mision jetësor? Unë si fotoreporter, realisht shkollën e mesme të gazetarisë kur e kemi kryer, kom bashkëpunu me revista studentore, edhe ato kom fillu me kuptu edhe për fotografinë artistike, peizazhet, natyrat, ndërsa më vonë fillova të bashkëpunoje edhe në teatr, fillim vitit 90-ta, ku ka qenë i ndjeri Faruk Begolli, profesori, kur ligjerejke para studenta, edhe aktorëve se studentave të ri, kur ju ligjerejke për mimikat, edhe fillova dhe ato të mirëm edhe me portrete. Kështu që me një fjalë e mora çdo gjë që ka mujnë paraqes përmes fotografisë. Edhe këtu pak a shumë ajo më lindi që më tërheqën më shumë për me vazhdu për fotografi që publikohen. Se megjithëse unë kisha fillu me punu fotografi bardhëzi si i ri, që është në laboratori shkollë fillore, ka qenë për mu shumë atraktiv, një letër e bardhë që vendoset në disa një ujë, në zhvilluz në kimikate, letër e bardhë dhe për pak sekonda krijohet fotografia. Kjo më ka më ka tërheqë ma shumë edhe aty pa ta fillu. Po, për publikimin e fotografive, fillova me mendu ndrysh ma vonë. Vitet 90-ta filloj edhe situata më ndrysh, fillova edhe vetën të ndi më ndrysh, fillova edhe të mendoj më ndrysh. Kështu që vitet 90-ta është një kthes për këtë gjeneratën tim edhe gjeneratat që kanë ekzistuar të asaj kohe, ku edhe sot, unë e shoh shpesh, kur na shohin disa pak ma djetër, duke thënë komunistat. Jo, me plot kuptimin e fjalës, me plot përgjegjësi, që kemi qenë gjenerata e parë që kemi luftuar komunizmin. Kështu, mund të them që mos them politik, po kanë qenë rrethonat vështira, po. Fillon dëbimet njerëzve prej pune. Kur unë fillova me pasqyru përmes fotografisë artistike, dëbimin e popullatës, kur fillon me punu edhe fëmijët të miturit, ku edhe fëmijët fillon me kuptu një jetë të mirë, po e cila nuk është të këta. është ma tej, ma largë është. Edhe përmes fotografive artistike, këto i pasqyrova. Ka qenë një situatë ose një kohë e vështirë, pavarësisht ka kemi dishtë. Gjithmonë kemi qenë në lupën okupatorit. Jo veçon si fotoreporter, kanë qenë në gjitha profesionet, po kur bëhet fjalë për fotografinë, unë do të flas
e marrë guximin të flas edhe të flas edhe për piktorët. Domethënë edhe piktorët ne kanë marrë pyetje ose e kanë arrestuar për një piktor. Po. Fotoreporterave gjithmonë edhe na kanë marrë pyetje për shkak që kemi pasur fotografi ndryshme në ngjarje të ndryshme. Kjo ka qenë një kthesë e madhe që mu më ka bind të jem një patriot, jo se patriot, unë ndërtova se patriot në familje, po një obligim për popullin ma shumë. Në këtë rast orientova në profesion fotografisë, pavarësisht që studiojsha gjuhën shqipe. Ju ngrej ma shumë fotografia, Thashë, ndashta më imponu situata, po edhe se i ri, duhet flas tash sinqerisht, edhe se i ri, unë prunit holla ma shumë, prunit shoshni ma shumë, me vajzat bukra, me modelet, me fotografu, kështu si i ri, si adoleshent, këtë gjitha gjona që e të rjek një adoleshent, pëç mu afrun përmes fotoaparatit. E vërtet. Atëherë keni punu në media të rëndësishme si Rilindja, Zëri, Teuta, Kombe dhe Telegrafi. Cila periudhë ka qenë më sfiduese për ju edhe pse? Më palë. Cila periudhë ka qenë më sfiduese në këto media, edhe pse ka qenë më sfiduese? Më dhe thesha nashton mediat, Zëri editor, Zëri javor, asaj kohë, veç kisha fillu si bashkëpunëtor, ka qenë edhe Kosovarja se revist, kur ndalë Rilindja, këto dy gazeta i përmboshen informata ditore. Po. Dhe thot, gjdo dytën dit ka dalë Zëri, gjdo dytën dit ka dalë Kosovarja. Si revista, po shëndru një gazet ditore, përkohësisht për disa muj. Edhe ndërkohë fillu tani të qesin Bujikun, që ka qenë gazet e përmujshme, filloj del e përështë dhe të shme dhe filloj në gazeta Bujku. Po mos të harrojmë, edhe ndalje gazetës Zëri javor, atër që ndalë që filloj greva, ku kryet greve që ndrejke Adem Demaci, më vonë, pas greves kemi fillu të nxerrëm gazetën Forumi në shtëpitë të Adem Demaci. Kështu njihem sot shumë mirë, shumë krenar, pse kam qenë pjesë e atij ekipit që përmendet Adem Demaci sot, edhe ndihem shumë mirë kur përmend emrin, edhe ndihem mirë pse kam qenë pjesë e atij ekipit, gazetës Forumi. Po çka mbani mend më shumë gjatë periudhës që keni bashkëpunu atje? Po kemi bashkëpunu për gjitha ngjarjet që kanë ndodhur. Për ata ti më pyete që janë ma sfiduese. Sfiduese kanë qenë kur shpall pavarësia e Kosovës, kuvendit, deputet kur e kanë shpall dhe Republikën e Kosovës. Unë isha si bashkëpunëtor, unë s'kisha drejt me hyrë brenda ose mu afro afër. Po se i ri fillova të bëj fotografi. Dhe thot, pas e kam marrë kursat ndërtesa qeverisë, ka qenë banka, ato më kanë marrë policia, më kanë marrë negative. Edhe ka qenë filmi i parë negativ që më kanë marrë. Ku më pas filmume edhe deputet, ka qenë Eva Brendi, një ndërkombëtare cile ka vëzhgu situatën, realisht ajo ka qenë e verbërt, po ka ardhur me emision për të marrë informata, edhe atë film ma kanë konfisku milicia sërbe. Për mu ka qenë sfiduese edhe viti 92. Sfidat kemi pas për ditë, që me frikë. Po unë po flasë ato që sot kisha ortodokse që është në kompleksin universitar, ato kanë qenë disa baraka, shtëpit vogla, të banuara me shqiptarë. Edhe në majnë e 92-ës, fillon t'i dëbojnë milicia me dhumë. Unë shkova, realizova fotografit, e dërëzova filmat, 2 negativa e dërëzova në redaksin e bujtë të Rilindjes, u ktheva prapë me vëzhgu situatën, më arrestun, edhe ato janë sfidat, po ndashta unë u arrestova këtu edhe u roha pak ma let, ndërsa kolegtës e Rilindjes
ata ishin vesh në teren, në teritorin e PES, ku ata pësun ma shumë, ata i rahen ma gjatë dhe ma shumë, realisht ata u mjekun ofër një mujdet. Kështu që nashta e kisha patin fatkeqësi, unë maltretova një ditë përpara përmes me marrë qatë teren që ishin ma vështirë. Këto kanë qenë periudat që nashta të vështira, po për mu kanë qenë që më kanë dhënë zemër. Pavarësisht që milicia, vetë milici personalisht, më ka thënë ti duhet me lënë aparatin, ti s'duhet mirësh me këtë punë, unë i kom vepru, për kundrazion kom vepru me këtë punë, edhe me shumë këngulje. Ashtë ma shumë, se kom qenë i ri, ashtë ma shumë kur shoqënia, ose rreti që kisha fqin, rretin që njofsha, ishin pjesë e grupit i legalitetit. Tash, grupi i legalitetit nuk është diçka e keqe, tash, se ilegalitet në atë kohë për okupatorin sërb kemi qenë ilegalitet, në realitet kanë qenë grupe që kanë funksionu, që na i kanë qelë sytë për me kuptu çka është shqiptare. E vërtet, kjo... Këto kanë qenë sfidat si i ri, se isha dhe student. Me vërtet, sfidat mëdha për derisa... Isha dhe student, studimet i vijojshëm jashtë objektit, megjithëse unë pak më kara jashtë objektit. Po, sfidat kanë qenë, se unë studiesha gjuhën shqipe nikosisht dhe profesorat e mi, po në ishin gazetarë. Po. Ishin gazetarë, që unë kom prata thonë që jam i nderuar se kom punu me shumë gazetarë të famshëm, nikosisht edhe kom pas profesor, qoftë shkollë të mesme, qoftë edhe fakultet. Po. Se shkollë të mesme të gazetarisë kemi pas gazetarë nga kanë gjeru, kemi pas profesora gazetarë, merë një kohë punojsha i kisha edhe kolegë, punojsha bashkë me ta. Kështu që ajo pjesa që më ke mu i mirë e gazetarisë ishte që unë e kontribojsha diçka, e nisha vetën shumë mirë, pse s'pako kom kontribu. Keni kontribu shumë në flasin edhe faktet që keni kontribu. Ka qenë ajo. Po, atër si ka ndryshu fotogazetaria në Kosovë nga vitet e luftës deri në... Fotografia apo gazetaria te? Si ka ndryshu? Fotogazetaria si ka ndryshu në Kosovë prej epokës të luftës deri në epokën digjitale. Më falë, pjesat digjitale ka egzistu. Ka egzistu. Aparatat digital kanë egzistu edhe gjatë luftës. Po kanë qenë formatet ma të vogla. Po tani si po mendoni që ka ndryshu? Edhe para se dalim të fotografia, kër klasin të fotografia nuk dhe thot me që aparati. Fotografia është bërë pjesë digjitale momentin kër është skenu mu pregatit për gazetën për shtyp. Së është skenu fotografia, edhe kemi bartë kompjutere. Edhe ajo pjesë digjitale është automatik. Po mos të harrojmë, unë kom punu me një fotoaparat Sony, ku ma vonë je kemi dhanën një njësitit ushtarak Turqekës Gjakovës, që filmoj ose të fotografoj me atë fotoaparat edhe të na i dërgoj një mail. Ju të tonë çfarë interneti ka pas. Ka pas internet përmes postës. Përmes postës e kemi shfrytzuar internetin, ka pas internet edhe në atë kohë, po nashtë aja njohja internetit ose evolimi internetit me të madhe, normal që është kohët e sotit. Po pjesa digjitale ka egzistu. Edhe egziston. Po patmirësisht, unë si jam shkëputën, se sikur të kisha një shkëputje për profesionit, nashtë të ishte ma vështirë për mu, po patmirësisht nuk kemë shkëput për profesionit, as një moment, as një orë, kështu edhe prej asaj analogut që kemi kalu në digital, për mu ka qenë e njëjtë. Po ndjesia si është diçka shpirtnore që e ndjen ma mirë, edhe pse rezultatet kanë tregu për fotografi me film që janë ma të qëndrueshme, digital është një epokë e shkurt, nuk di mende, sigurisht ju ma të ri do të përjetoni se kohë gjatësia, po kjo, ndërsa digitalja për sot, si fotografi informative, normal është shumë e mirë. Po si fotoreporter në bën pak jo profesionist. Pse jo profesionist?
pse meni tim negativ që kom 36 fotografi, 36 poza, unë ndoshta e kom përcjell 3-4 ngjarje. E sot unë i shoh edhe 3, po edhe vetë personalisht shkrepje shumë fotografi me një ngjarje që një kohë përpara me 3-4 fotografi e kam përmbledh qatë ngjarje. Në mënyrë graduale hum ana profesionale e fotoreporterit, pse të mundu gjithmonë. Edhe sot është ma lehtë. Po është veç një ngarkesë më e madhe. Është një ngarkesë më e madhe se atëherë kemi punu në ngjarje, spaku në orët e pas ditës kemi ardhur dhe kemi zhvillu filmin dhe kemi përgatit për gazetë. Sot është e vështirë se sot mbulohen ndoshta brenda ditës 5 ngjarje, 10 ngjarje. Don kjo ana tash për pas anës profesionale jem njerëz, na duhet edhe ana njerëzore edhe psikologjike. Një profesionist do të ketë një vakum përgatitet për një realizim profesional. Unë mendoj edhe gazetar, çdo gjësore të bëj lajm, nuk më duket, nuk duhet i pyej, po më duket diçka jo etike gazetarisë. Se nuk mund t'i thosh kërkun t'i bëj 20-30 lajme, një gazetar, cili gazetar në botë me që ka emën, profesionist i ka bërë 20-30 lajme në ditë. Po, faktikisht pastaj edhe produkti nuk është, finalja s'po është e adhurueshme. Unë mendoj që nuk ka luftë mes gjeneratat, po kem luftë mes anës profesionale ose jo profesionale, ose spaku mungon komunikimi i sinqert. Kur flas komunikimi i sinqert, nëse unë e flas edhe du me ndërlidh të kalume me sodit, çdo i ri ka ky vjetër ku pe din. Po nëse ne ma vjetrit i dëgjojnë trit, a i riu fletë dhe thëmë ky i ri nuk pe din. Kjo është mungesa e ndërthurjes të ideve ose sharimit shumë thjesht, po shumë që jep një tarme të mirë, të mësohen gjithë për çdo profesion. Unë mendoj që çdo profesion e ka këtë problem, po nisa për profesionin tonë. Po. Në sot, është vështirë ta them, po na konsiderojnë qashtu. Po në kom pranu, si do që të në konsiderojnë. Jo, nuk... Unë do të shprehna me këtë shprehjen që mu më ka ndodhë shpesh, edhe kolegëve tjerë, shumë intelektual, më vjen keq, shumë institucione, më vjen keq, trajtimin nuk e kuptoj vlerën e fotografisë. Unë nuk janë ca për të madhe, sa e nuk e din, nuk e vlerëson. Unë e kam profesionin edhe vlerësoj. Edhe këta që e mbroj edhe sot, tash unë sot kam arrit që institutit për krimet luftës që ka ndodhur në Kosovë, ti dërgoj, ti dhuroj fotografi me ngjarjet që ka ndodhur. Shumë të ri thojnë ky vesh në luftë, jo. Dhe unë ka qenë, fillim thash, dëbimi nga shkolla. Po. Dëbimi nga puna, vendi punës, dëbimi nga sallat sportive, dëbimi i çdo jetë, çdo porë të jetës që kemi pas e rinia, me për diskoteka, qofshin koncerte ndryshme. Kemi majtë koncerte paralele. Kemi majtë shfaqje teatrale, është majtun me drese, vend që të majtë teatrin kombëtar. Faruk Begolli, profesori ndjeri, që respekt për përmenet e në të mdhej, ka majtë mësim, ose shfaqje në majtë teatrin Dodona, ku aktorët edhe shikuesi kanë qenë 1 metër afër njëri tjetrit. Kur ajo bin ka qenë, sot më kujtohet ato skena me ato drasa të lëvizshme e krejt. Edhe sot, ata aktorë që e kanë kry, sot kanë emën, që të janë të famshëm, sot kanë çmime në përbot, po mos t'hyjnë me përmend në emra, po sot kanë çmime edhe në aktorët më të mirë. Pse? Pse aktori e ndjen vetën, ose një rol e ndjen si profesion.
edhe unë fotografinë e ndjesë si profesion, dhe do të luftoj të normalisht, qëndrojmë po. mas sajna, pavarësisht si mendojnë konat e sotit, pse jam i vjetër, po, në jam i vjetër, në mosh, po, do të them, një gjatë se këmë bënë ashta publikisht, që është vitin 95, këmë punu, këmë digitalizu fotografi. Këmë thanë, këto efekte, sot telefonin që i ka, ose na i kemi thanë filtrat, Photoshopi i ka pas edhe i ka dhe sot. Kështu që kur që nuk është rësi për ne, as këto ose inteligenca artificiale sot, e pam këto ditë, E vërtet, sarmuja. Une, publikisht po them, është era parë që po them publikisht, ka qenë rasti i këtij djalit drasis që i met në dorë ashta policisë, po. fotografia e në policë pa kapela, ndërsa një organizat, po them kështu drejt, një organizat që proteston me fotografi, që policë duke rraf atë personin atu, ata janë me kapela. Kështu do t'jep dikush përgjegjësi për këto informata gabueshme të rreshme. Inteligjenca artificiale jeni të ri, mundi me u luftu që është fund viteve të 80-ta ka qenë libri në Prishtinë për inteligjenca artificiale. Mundi të testoni edhe inteligjencën, unë e kom provoku, po realisht e kom realizu ata, e kom provoku, nuk të thëmë publike tash, që kom provoku, inteligjencën artificiale, cila nuk ka mujt me realizu. Edhe, Normalisht. Pak e frikshme se është keq përdoret, po. Po, s'kam kompetencat të flas për inteligjencën artificiale. Kam kompetencat të flas që është e ndjej inteligjencën artificiale kundër profesionit tim. Ato i flas me plot përgjegjësi. Kështu shpeshherë unë e pagova programin, mi pastroj fotografi që nga filmat e vjetër që i kanë Flori dhe Gërvishjet, a i mi ndroj ftyrat e njerëzve. I dhash komandën edhe i shkruva, se programin e pages, mos mi ndroj ftyrat, a i ftyrat i ndroj. Prap, kështu unë e mendoj, profesioni jonë i dhe çdo fotoreporteri është të jetë real, të jetë natyral. Ne nuk guxojmë, nuk na lejon profesioni, etika, nuk na lejon ndërhym fotografi. Unë po punu dizajne, unë mendoj ndërhym janë fotografi, automatikisht kalon në dizajn. Unë mendoj që atëherë është një fotografi e dizajnuar, një poster, një diçka tjetër, po fotografi informative. Para opinionit, si media, është ketë një çështje tjetër. Me kap momentin, për atë emocionin. Kadrimi, emocionet e në kretë. Se na do të nëse një ngjarje ka ndodhur, na do të pasqyrojmë për pas ngjarjen për afër, na do të pasqyrojmë edhe pjesën ku ndodhet ngjarja. Po. Atëherë fotot e tuaja nga periudha e luftës dhe pas luftës konsiderohen si dëshmi historike. Sa e vështirë ka qenë të dokumentoni dhimbjen pa e humbur etikën profesionale? Ka qenë shumë, ndoshta atëherë ka qenë morali ma i ngritun, betësimi edhe i popullatës ma i ngritun, vlerësimi dukshëm ma i ngritun, edhe atër ka qenë diçka ma madhështore. Sot, ndihe mirë, edhe jam boll hapun edhe dalë, qop ditë, qop natë, lirëshëm shetiti, se kom ba një vepër të mirë, spaku, që kom pasqyru diçka që ka ndodhë. Për mes fotografive të mija, ndërtohet një histori, cile ka kalu popullia. Do më thanë, unë jam 0,0000000% që më kontribu shumë njerës para meje, e pas me kanë me kontribu se kanë kontribu. Po, edhe fillim thash, ma herën thash që fotografit e mija kanë arrit të sa të instituti kombëtar për krimet luftës, se dëshmojnë ato. Unë i bëjt thirrje që sot, se cili që ka çfarë do materiali, ti dërgoj shtetit. Se të shumë punu me kohë, për 20 sa vjetë, është qerek shekulli. Ndo qerek shekulli, nda kër i kemi pasën gjitha komplet, gjitha i kemi pasën materiale dëshmit, favor tonë.
E sot nuk I ki dëshmitarët, nuk I ki shumë njerëz. Këto është ajo që na ballafaqohemi me të kaluar. Shumë njerëz mendojnë për neve pak më vjetët më shumë. Duhet të sfidoni të kaluar, s'duhet mendoni për të kaluar, është e vërtetë. Po unë mendoj ndrysh. Njerëz që kanë pas një histori të keqe, një histori jo të mirë, ata mendojnë që me shkëput edhe me vazhdu. Është keq, është okej, se duhet me shkëput të keqen për të mirës. Po përderisa të unë vjen kom pas drejtësia. gjëra të mira, edhe unë s'u shkëput na Po, asaj. Për pas të luftës, Po, përderisa unë tregova akoma- biseduar me kemi Po. pas revista për tri. Kanë qenë sportet, kanë qenë shfaqjet, kanë qenë koncertet, kanë qenë gjithçka, sfilada. Kemi pas vajza të bukura, djemë bukura në atë kohë. po normal. Kur gjatë. Absolutisht, për sot është një liri e madhe. Sot jem të lirë. Po. Kjo është edhe liria ka çmim. Kështu mendoj që ku bën ashtu me fotografi, po në disa gjana ku mujt me bën më shumë. Po, a keni ndonjë fotografi që ande ju ndjek emocionalisht? Po, shpesher edhe sidomos tash kur janë për vjetoret e qoftë masakra, po çdo ditë ose çdo muaj ka një përvjetor, qoftë luftës, qofshin edhe ato që kanë qenë sportive, Po. që I përmena pjesa kulturore, ku ta diune. Edhe çdo herë stash ndoshta dallimi mes edhe të koda, po edhe mes asaj si fotoreporter. Ndoshta nuk du nxjerr paralele ose si gazetar një ngjarjes, është dukshëm dallim I madh. Arsyeja është se një tragjedi gazetarit nuk I lypet për çdo vjet se është për vjetori. Mua për çdo vjet kur ka për vjetore, masakra apo diçka, kërkohem fotografi. Unë çdo vjet duhet të rikthehem, të shoh ato pamje, të përjetoj ato pamje, për mua është e vështirë. Edhe është e vështirë, kërkush nuk më kupton që është e vështirë. Kërkush nuk kupton se diçka është e mrenshme. Ke përjetuar një dhunë, edhe sot për çdo vjet ty kërkohet ajo. Mendoj që pak që kjo është e tepër që po, jam shumë mirë me vetë vetën që kom arrit që disa prej fotografive të mia janë ikonike sot. Edhe pavarësisht që s'kan emër në fotografi, pavarësisht që nuk e din autorin, E pse keni vendosur mos me pas emër në fotografi? unë nuk kam vendos. Kam vendos ata që kanë kesh përdor. Ah, okej. E këto Kjo është, po. kjo është e ajo që mu më pengon mas shumë. Nëse kom realizu një fotografi për teatrin kombëtar, Kosovës, ku është aktori Istref Begolli, gjatë një shfaqjes, atë fotografi e kanë përdor qindra njerëz. Po, Okej, teatri ka drejt me përdor se është për teatrin. Po autori jam unë. Dashku, jem të bisedu këtu, po përballë neve është teatri kombëtar, edhe e ka të vështjellë me maketën, si do të duket, në maketë është fotografia që unë e kom realizu. E kjo është, për mu, është e që njerëz tonë duhen të disohen normal. se ka qenë autorësia për para, duhet punohet edhe sot me autorësi. Normal. Autorësia është mbrojt edhe para lufte, autorësia duhet mbrojt edhe pas lufte. Unë kjo mendoj që këtu e kanë shkëputje. Po Për edhe interesa, po. e kanë shkëputje. Fotografia tjetër që cilësoj, është ngritja flamurit amerikan, Elliot Engel dhe Ibrahim Rugova. Pse thëmë atë? Pse është për herë të parë që ngritet flamuri amerikan shtetënor zyrtarisht në Kosovë. Në qershor 1996. Tash bëhen 30 vjet. Po. Edhe ajo fotografi është për mua është ikonike. Kam shumë fotografi që janë ikonike, se
e vlerësoj çdo ngjarje. Çdo ngjarje e ka rëndësinë e vet, në kohën e vet, po edhe ndoshta edhe në drejtimin e vet ose çka. Qoftë e kulturës, pavarësisht shumë njerëz kam dëgjuar, nuk ka ngjarje me rëndësi ose e diçka, nuk është ngjarje me rëndësi. Unë mendoj se çdo ngjarje e ka rëndësinë e vet, edhe peshën e vet. Pavarësisht e sa është e rëndësishme për media. Non ose media që e ka ideja media sa është që absorbon që e media është çështje tjetër. Po për mua çdo fotografi, çdo ngjarje e ka vlerën e vet. Dhe madje edhe shumë nëse di me trajtu. Po. Atëherë keni ekspozuar edhe në shumë shtete evropiane dhe keni bashkëpunuar me institucione ndërkombëtare. Si është pritur narrativa e Kosovës jashtë vendit? Kam pas dy raste. Një rast nuk e kanë ditë çka është Kosova. Kanë di Kosovën përmes NATO-s, që ka intervenu, se kanë qenë këtu më herë mas lufte. Po, një vend kam pas vështërësi se populli shqiptar është një si populli i drogës. Edhe nuk kanë besu që ka artist. Apo? Po, dhe të thënë shumë publikisht që është vendi kryesor që ëndër e kanë çdo fotograf, keni ekspozita është Praga, Çeki. Edhe ato, kom bajt, ekspozita ka qëndru, jem kom bashkë autor me Ferki Qytakun. Ekspozita ka qëndru 2 javë, ka qenë shumë interesante. Salgado, një brazilian, i vjetër, është fotograf që e ka përcjell egzotin në tanë botën. Edhe që është emën i njoftën. Për fotografi, për egzot. Kom pas, ose kemi pas fat, njëtë në galeri, kër është mbyllë që ajo ekspozit e tina, është mbyllën gjatë ditës, në mramje, ne kemi pregatit kret, po në mramje jemi pregatit për hapjen e ekspozitës njëtë në galeri. Edhe për mu ka qenë shumë madhështore për egzotin, për luftën që kemi vazhdu na luftën Kosovë dhe egzotin Kosovë, që është ndërlidh edhe ka pas vizitor, njavë, këta që thëmë ka pas vizitor, thëmë si mas informatave të ish ambasadores qeke që ka qenë Kosovë, pa e ka qenë gazetarë gjatë luftës. Dhe më thëmë, kër e kom pas ekspozitën s'ka egzistu ambasada, po ajo mi ka dërgu informatat që kanë qenë për 1,5 milion vizitor për qatë ekspozit. Kështë e ndi mirë, po ka pas edhe raste, Kosova ju kanë mbet ajo e ish Jugoslavis edhe pak e pashmashme ka qenë ajo që të dhënë të luftuna që më dhënë Kosova nuk është më pjesë. E që shemi ndje kur... Po është tjetër se atër kemi qenë me flamor, kemi prezentu me flamor kombëtar, se ka qenë Alesk, së shpallë pavarësia Kosovës, ato vite. Po për mu, ata që e kërkovët i thelbin e ekspozita, se narracioni ose ajo, unë gjithmonë e preferoj dhe kom preferu, nëse maj një ekspozit një vend, spakun e artistët që ati vendit, dikon e se e gjej ose e bëj kërkes, i dërgoj disa fotografi, që ai përshtatet që atë mentalitetit që ati veni. Që e ekspozit këtë një shkushmeri edhe një kuptim, që të kuptojnë ata njerëz punën të. Ka pas raste që e kom ndërlidh, ose e kom lidh një ngjarje një kronologjike edhe ka nërë këta jo. Atër mu është prish mu balansin ashta, po kom mendu mas disa dite që me të vërtet mire ka aj, se është mentaliteti atje që i kupton qëto gjane. Edhe që kjo është aje që shëser shka jashtë bashkëpunoj me ta, që spaku, që qaj popull, qaj mas, të ketë afërsi me fotografinë. Fotografinë, po, e vërtet. Edhe çfarë mesazhe keni dashur me përcjell me ekspozitën Kujtesa e Kosovës edhe jeta në qiell e Nailën? Aja ka qenë kuadër bibliotekës. Unë kom bash shumë fotografi gjatë luftës, po sidomos popullatën. E konsideroj si qenë njerëzore pa mbrojtun, pa fuqi, edhe pa rrugtim.
pa drejtim. Ajo gjithmonë ju ballafaqu me masë. Nëse gjatë bombardimit të fshatra ku kanë jetu refugjat ose ku shku gjatë luftës, unë ka interesu si plan, si jeton, si ushqehet, si pastrohet, si krej, si vepron, si krej. Se aj, sot ku jem, ndoshta faqe që aty një njerëz që kanë mbijetu gjatë mënyrë, sot e kem Kosovën edhe ndërtume nashta. Se pa ka vende në botë që e kanë ndërtu shtetin e vetë popullata shumë shpejt. Kështu që kjo ndërgjegje ose ky mendim nuk ka bo unë i mirë, po kryesisht gjithmonë një fokusu ndoshta që ta shtatak që kemi mision ma shumë, kemi tisht me pasqyru popullatën e pambrojtën, pa fuqishme. E kjo më bon muni që ku bëha diçka. Se i më shku njerëzve pa fuqishëm. Ka ndodhë raste gjatë luftës, ku kemi shku, imi kanë rrezik, këtë ekipi, po qaja familje në ka prit mirë, s'ka mendu që na jem shteti atyne. Po të rreziku më kemi qenë barabarë. Po s'paku na jemi tregu kinse, trimat, po qëllimi ka qenë për me minimizu frikën. Po normal që kemi qenë friksum. Normalisht. Normal që edhe kemi qenë friksum, kemi qenë s'pëtish se të më si më shprej, për pos frikës, kemi pas edhe dronë, që për më shetin filmat, materialet, dresa të publikohen. Do të me mendu ata që tash unë do të mendoj edhe për opinionin. Kom pas raste, filmin, e kom shet, ata që kom fotografu, e kom morë një film tjetër, kom fotografu pejsazhe, kur ma kanë morë milicia, filmin me pejsazhe e kam morë. A në gjarin vërtetën jo. Kur e kom publiku, atëre për mu ka qenë vetë publikimi, me arritit e publikimi. Sot i kanë mundësin matë leta. Po sot janë mashtrimet më të mëdha, janë dezinformatat më të mëdha, janë me një shpreje i besojnë rranës më shumë se të vërtetës. Ma shumë ndëgjojnë, nashta i besojnë si të verbër të ndëgjimit, se sa dhe shqimit me sudet. Kjo është mu pak që unë mbrengos, fotografia me hum originalitetin. Arsyeja është që tash edhe më herët me hum anën profesionale, se përpara, ose shumë vende, sot fotografin, edhe pse bëha digitale, ti duhet ta bëjsh mrena kornizave kadrimit komplet. Përpara, një profesionist, me një fotografi kur e kemi punu, kemi qenë të obligushëm që rrët fotografisë duket korniza e zezë e negativit. Se mrena asaj kornize, ti nuk ke shkëput kur gjo. Anë profesionale, e ke dërgu mrena asaj kornize. Sot jo. Sot e për një fotografi, nuk e din ashta, nuk e din qka, një pikë shumë të rëndësishme, këtë rasisht e shenë fotografi. Ajo është rasisht, nuk është profesional, nuk e ke ndjekë. Këto po, ata që e studiojnë të aman fotografin, ata kështu, që teknologjia nga ka mundësu me njoftë ma mirë, jo me e keqë përdorë ma mirë. Duke që po keqë përdoret ma shumë, se sa që po përdoret, ose mirë përdoret. Kështu që, apet jam mirë me dhe vetën, edhe profesionin tim, kur e shoh se sot në Akademi në Arteve, ligjerohet për fotografi, ligjerohet për filmin negativ, punohet ana praktike filmit negativ, punohet edhe në laborator, kështu që jam me profesionin edhe vetën, prap jam i knaqshëm, pavarësisht zonat që janë për anësorë që s'ka nashta të bëjnë me këtë profesion edhe mund të plasin që është për mu këtë normale. Po disa ndjenjë fotografin, disa e bojnë vetëm si Po është këtë profesion. normale. Fotografia është një diçka që është ndjenë. Po. është perceptim, i që është ndjenë ndodhë. Unë besoj shumë që dallohen në fotot e dikujt Po, që... këtë dallohen edhe Po. është çdo
Ta them edhe këto që është perceptimi i çdo personi në fotografi, që është e percepton. Po dalim një shembull për t'i dhënë dy shembuj konkret. Nëse e percepton një fotografi në qiell, me re, dikush e percepton nështë jeni një grup, po dikush e një kokë ariu, dikush një kokë dhije, dikush një kokë diçka, a e njëjta është, po perceptimet janë ndryshme. Ose fillon për perceptimin e dëgjimit. Ora bën tik-tak, po nëse fillon të tak-e-tik, ajo tak-e-tik më shumë. Kjo është perceptimi yt tani. Edhe fotografia është njëjti kontekst. Perceptimi çfarë ti e don, si e shikon. Këto janë se une do ta dërgoj një fotografi për ata që dhash fillim, fotografinë artistike, mesazhin që kemi dhënë për dëbimin prej shkollave, dëbimin prej pune, si kam punu trit edhe këtë përmes një fotografi. Patjetër, do ta transmetojmë përmes kësaj interviste që po e bëjmë tani për tani. Atëherë keni punuar edhe si ligjëruese dhe trajner fotografie edhe me komunitetet të ndjeshme. Çfarë kuptimi ka kjo punë për ju personalisht? Unë thash shpesh, po vjen me përmend, është diçka humane. Pse thon humane? Nuk do të thotë që unë bëna human ndaj tjetrit, por ai tjetri të bëhet human ndaj meje. Nuk kam kategoritë njerëzve, nuk më ndaj. Për mu janë në qëtë një laj, qëtë kam perceptimin një. Këta do të ilustroj mas miri me moshën e adoleshante. Mosha adoleshante, ana psikologjike është e njëjtë, këtë botën. Po, dallon për rrethanat që i ka, kushteve që i ka. Po, adoleshenta është adoleshent. Edhe këto që kom punu me kategorinë ndashtë ndjeshme, mos më ka duk ndjeshme. Më kom punu së në tjesën normal, kemi diskutu, kemi bërtit njëni tjetrit. Kretë është ti si e përqapon. Çdo person si e përqapon. Po tëm këto kategori, para se të llojnë në projektin, unë e shkoj shoqënona me ta, spaku e shoh apo pranojnë. Momentin që më pranojnë, edhe unë i pranoj edhe është krejt. Po këtë ajo që është këtë sukses, më pas pat, se çdo, si kur profesori në zanë si mirë kur t'i bëhat ka qëtë. Edhe unë me këto se ka qenë 2012, po plasë për vitin 2013, Dibra, mbi emrin, ka konkuru Nista Kosova e kanë zonë vendin e parë, me fotografi i pejsazhit të Rrogovës. Që të thotë, unë s'kom pas më qasi, mas një miti që ka përfundur projekti, ka konkuru. Shumë, tash me sindromin da unë po flasë, shumë sot punojnë, fotografojnë edhe pejsazhe, po fotografojnë edhe në zyre. Shumë që kom punu edhe me short me mes, ata sot punojnë laboratori rrëtmenit, zhvillojnë rrëtgenit. Do të thasha me një fjallë, nëse ke nevoje që sociale, ti duhet të jesh i socializuar vetë. Atëherë të folsh për masën e socializimit. Se unë kom pa shumë që flasim për socializim, a vetë nuk jem socializuar. Kjo është ajo pengesa ose ajo hallka që nuk ecë. Këtu unë e shoh që për mu kanë qenë normal. Edhe ata njerëz, edhe që kom punu me ta, që kom bashkëpunu, takohemi, pim kafe, rrim rrugë, mund të flasim, edhe thash kemi bërtit, s'm ka pëlqy, kom bërtit, s'm ka bërtit. Ajo këtë ka qenë normal. Kështu që nina mirë kur punojnë me edhe njerëz, nëse kategorie, po pak e dallojat kategori. Se për mundu këtë e rëndon. Janë krejt njëjtë, po. Kjo dhe ju ka bo me pas një raport mirë, besoj, përderisa jeni ndi i barabartë me secilin prej tyre që keni bashkëpunu. Po, shumë. Shumë ka bo mu një mirë, shumë bon mu një mirë, shumë ka bo ajo me mësu, që ndoshta ka ndiku, që me thonë, ju ka plotësu si njëri, si profesionist, po, edhe pse pa vetdije. Ka vetdije që ka artë t'jemi ndërgjeshëm ndaj njerëzve. Edhe që kjo më ka bo është që sot jam pa problem, nuk përdori tesha me firma, nuk përdori kështu,
me qëtë njerës të flasë, arsyeja është se këtë këto rezultate që i kom rri qëtë masë, me qëta njerës. Me qëta qytetarë të Prishtines, qëta Gjakovës, qëta ati Kosovë, këtë me qëta njerës populatën e Kosovës, i kom rri qëtë rezultate. Po, kjo është që na duhet me qenë, vetë që duhet me qenë pak ma sinqert me realitetin. Duhet të pranojmë edhe na pak në mosh, ndoshta nuk jem të vjetër, po jem pak ma dembela, po. Po, qëllimi është... Përse me u përshtat, ne kemi po atë në të rëmë bashkë, Redvan... Unë e përshtat na me Sicilin. Kur ma ka të regu një kamerman historikun tonë, më ka thonë që kjo është ai Ridvani që ke pas mundësi me pa një intervista, dhe kur të kom pa ty qituar me folë me mu shumë normal, ku më thonë more. Normal, ndoshta ato që tash dhe fillim në mes intervistës, që tash kem pengesa e trajtimit. Merët i aparatin, kape, tash, vash që po shprejna edhe si qenë kaps. E vërtet, po. Po, qka më kam mësu mu, kam mësu anën psikologjike të njerëzve shumë. Diplomaci, për shumë, tani edhe këmë lecu, edhe para psikologjin, se të shtynë me lecu edhe për portret edhe për krejt, po edhe diplomaci. Tash për shumë, një diplomat nëse më thënë, po flasë kushtimisht të politikat tonë, reagimin e tina, ose që qasin që ka ndaj me, unë e shonë ndeshje, e shonë këmish, e shonë kravat, e shonë qëndërimin e durve në gjepa, cilë gjepa ishte në dorën, se e më në dorën e krejt. Ajo është për nësë, që ati qëndërimi unë e kuptoj sjelljen e tina, a është ka e bo me qëllim, a e ka palco, a e ka natural. Kjo të mëson, kjo profesion të mëson këtë gjona, shumë të mëson. Mund është me dalu busqeshën e natyrshme edhe falso. Mund është këtë senet nëse donë me, mund është me i dalu. Po, kjo më ka bo mu një mirë prapë, se e shoh karakterin e dikuj që të regohet për mes mimika e krejt. Të morëm shambull... Gja që na duhet shumë këtë sotin. Po, duhet shumë, po, të marë shambull konkret. Unë s'kom qenë kur, po normal që kom informuar, se kom letëzu edhe ka interesu, s'kur intereson të shka gjenë. Diplomat Amerikanë, kur janë zedhjet, ata e kam problem me gjithë një psikolog, s'pare, më konsultu me ta si me dalë në fotografi. Edhe shehe, shumica e kanë fotografi, ka të se një trajqme. Se ndikon shumë në masë fotografia, imazhin që e je, dukja. Të na është pak ma ndryshe. Shumë ma ndryshe. Ndoshta, unë e kuptoj, po për mu së është e rëndësishme, e që këtë fotografia digitale, se unë e kom pas fotografi digitale që 30 vjetë. E di që që digitale, të më mos është interesant. Ndoshta për një tri që se ka përjetu e shë filmin edhe e shë ndryshimin, i duket interesant, atraktive, po. është këtë normal. Po, dallimi është që në digitale mund është me përmirësu vetën, mund është me po ati ka mbyllë sytë, na kemi shku një konferencë, 20 vetë, ti me 3-4 poza, se fotografi që kishme posa 10, ti s'ke mujtë me ditë se ti ka mbyllë sytë. Po, teknologjia ka arritë, po, në disa gjona s'ka mujtë. Për fotograf të ri, për të regoj, filmi analog është momentin kërë ti e shkrep, aja ka me shkrep. Digitali ka disa sekuenca mes sekundës, 100 sekundës, që me vone shkrep. Këtu është ajo dallimi, ose posa në sekundë, vinë 30, i ka 6 posa në sekundë. Palë, unë e kam aparatin me film, 11 posa në sekundë, që për 3 sekunda më hargjën filmin. Me film ka qenë edhe ma i shpet se në digitali. Kvaliteti me film, po, unë i kuptoj masën që këtë se atë masa flasin për gjona jo profesionale. Anat profesionale, ose mjetët profesionale, ose vetë, unë si i ri dhe si student, më zakonisht në dha ka mundësia me punu
si të dirët instituti për mbrojtjen e monumentet të kulturës. Po. Edhe isha më ato monumentet, xhamijat, kishat, riparimet, edhe atë laborator tyne e kanë pas një kopjues fotografisë ose laboratori për punimin e fotografisë dikun 2 metra me 4-5 për ose me metra. Fotografit maja po flasë. Prej negativa, kanë qenë mjetër profesionale. Kam punë njës profesionist, njës cili ta ka argumentu. E kjo mu më bon pjesat digitale ka arrit të dikun, po jo kvalitetin në mas se ka pas filmi. Jo, ajo s'ka arrit, po me që thate është përparësia ta leton punën, qëtin me argju ma shumë pare, po, është e vërtet, se ti pajiset sot kushtoj shumë shtrejt, sot zanat e shtrejt, profesioni shtrejt. E vërtet. Por posa asa, i ka mjetet për sjellëse. Ti do të lejë gjithmonë kompjuter të mirë, gjithë 3-4 vjetë ti do të ndrojsh kompjuterin ose se çdo 3-4 vjetë ndrohen edhe hapësirat më të mëdha të fotografisë. Po. Edhe këto është ajo që ty t'imponohet çdo herë me harxhu. Edhe me investu në diçka veç për mirëmbajtje, ndoshta. Po. Atëherë jeni fituesi disa çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. A është vlerësimi institucional i mjaftueshëm për artistët në Kosovë? Unë mendoj që për artistët Kosovë është tash mos i ngatroj në gjanat, po shpesher është i nevojshëm. Të frymëzon. T'jep një kuret, t'jep një vullnet. Po, unë mendoj që duhen të vlerësohen pak. Tash ndoshta i shihni edhe ato që ku marrë çmimet, jenë falenderus. Po e vetëm një çmim që s'ka pas njerëz profesionist fushës, po me gjithate jenë ba kretë ekipa gjitha fusha, ka qenë në 92-3 për ekologji që këmë marrë fotografi. Që ata kanë qenë njerëz të fushës të ekologjisë, po s'kanë qenë fotograf. Ata që atë pamje e kanë vlerësu, edhe ata ku marrë çmimin e dytë. Unë si fotoreporter ose edhe të rritë edhe këtë, unë e shty me marrë çmime, po të institucionet që janë kredibile. Asociacioni gazetarëve ose diçka. Jo, një kesh, po muj me e thonë, ashta po e thonë shumë drësh, shumë oje që dalin edhe në fund vitit, i kanë met pak parë edhe hajde të bëjmë një konkurs për fotografi dhe binë edhe ja dhonë 100 euro njërët, djonit 250 sa. Nuk është kredibile ajo. Mund që kjo më pengon, që kjo ndërtimi i mentalitetit të rive, që kjo më pengon. Te OEQ-n e, në tash po flasë për OEQ-n, se fullak mendoj që e kam i nati jo, kam OEQ dhe vetë. Nëse ndërton OEQ, që atë ekip bane profesional, jo të marroj kartolina vogla delshës, po bane me një limit saktu në profesionist. Spoko investot të dritë në njërë profesionale. Kjo është mesazhi. Edhe është e nevojshme. është e nevojshme. Sot nuk pat investime nga SBA, sot pa ka aktivitete. Pse në barën? Kjo më dhe ma shumë për moshe ose për njerëz të ri për 3 tonë. Kjo mendoj që e shkput ka për realitetit dhe profesionit. Po, për juve çfarë do me thënie ka çmimi fotografi vitit? Për mua është shumë respekt, se s'paku me një ngjarje mrena vitit që ka ndodhë, e vlerëson veten që ke dhënë një kontribut në pasqyrim të asaj ngjarje. Se unë që ta thash dhe institucion kredibile, kër është institucion kredibil, të jenin veten shumë ma mirë, se janë njerëz profesionistë të fushës. Janë njerëz që e ndjejnë ato që e ndjen ti, edhe shumë, edhe janë njerëz thjesht s'paku që mirën me media, s'paku që e din informacionin, se mos qesëm na sot me inteligencë artificiale të krijojmë fotografi. Ajo nuk është më originaliteti i fotografisë. E vërtet. Fotografia është një fjalë popullore aparatit qëtë qushie. Po. Po sot jo.
Se efektet, ona digjitale e efektet, se njeri me një beng, me një pikë që e kam fytyrë, nështë me që ta dallon. Po dhe nështë që e pa t'jeshin... Që atje, po, shpesh. Po. Shpesh jep, tash që te jeshin, shumë modelet bukra, zakonisht e ato me pika fytyrës. Po. Si fotogjeni që dalin për shumë reklama. Po, normal. Edhe unë jam shumë kundër këtyre falsifiteteve. Unë e thëmë, çdo Zoti që na ka falë, çdo njeriu i ka gjëra të mira, të bukura. Normal. Po, neve fotografe është na duhet me ultu me gjetë, cili kanë ba bukur del, ose një buzëqeshë, çu del buzëqeshja më e mirë, na duhet neve. Po. Me testu ato. Që ta po thonë pak duhet, po me që da te është mirë, trit, jam nina mirë që të ti mesazhi për trit, për fotografi, mesazhi im është, vazhdoni me fotografi, qofë me telefon, qofë me çfarë do, realizoni fotografi. Po mundoni me realizu fotografi, cilën i jap kuptim. S'po ku qenë, çdo fotografi të ketë kuptim. Edhe mës tjetë, nashta, unë s'po thom edhe për fotografi mediale dhe informative, po edhe për vetën kër e realizon një person që qaj fotografi, mas 10 vjetën ketë një kuptim aje, qaj person ketë qef ose dëshirë me pa fotografi. Jo me shly. Po, me shiju atë fotografi. Po, e vërtet. Kjo është mesazhi. Çdo fotografi e ka momentin e caktuar që ty t'janë përshtypje madhe. Edhe për fund, a ka ndonjë histori të pathën në Kosovë që presin të dokumentohet? Nuk besoj që ka disa. Unë jam falenderues Ministrisë Kulturës, që është viti 3, realisht 2 vite unë punu, është viti 3 që filloj me punu, për digitalizimin e arkivit tim. Ato ka disa fotografi, disa personave, që njerëz nuk e din në opinion historinë e tyre. Edhe me kalimin e kohës, unë im taku me ata njerëz që ka qenë protagonistë në ngjarjes, që të kam pranu me publiku ato fotografi. Po, do të vjen koha, do t'i publikoj, po normal me prezencën e tyne sot si janë. Na me knasi e presme. Këto janë shumë histori që kanë deviju të bëjnë njerës histori me dëgjime, ose me interesa të veta, ose interesa dikujt tjetër. Ose edhe pa vedije. Shumë ka raste që njashta njerës të folë, pa vedije, e lëshojnë të shka edhe pse s'është e vërtet. Kështu që të ardhmen mendoj të krijoj ekspozita, kemë edhe dokumentare me njerës që të kanë kontribu, ose që të kanë bëjë histori, po që nuk përmenë edhe nuk e din njerës. Do ishte shumë e qëllushme nëse do e kishë pas ndonjë ekspozit juven, si që da e meritoni gjithë këto vite karrierë, gjithë këtë mund për Kosovën. Për sta pjesa, tash po ju e ka bot vetë në rrjetet sociale. Po. Po ndyshe e një në galeri. E vërtet. Galeria ka aromë tjetër, ka struktur tjetër, ka ndihmëri tjetër. Është, tash nuk mund të thëmë se këtë njerëz nuk e njëjtë, ke kanë ndihmëri. Po e lidha edhe me një intervistë këmë thamë, e lidhe me teatr. Kom shku në teatr shpesh, kërë kam aktorin skenë, edhe ndëgjaj të marë frymë, e shoh frymarën e tina që lodhet, e shoh levizën, e shoh mimikat, e shoh lodhen, e shoh buzëqeshjen, këtë apër shumë naturale, në qatëherë e ndje atë rol, qatëherë e ndje që pa që mirë. Në mëj me pa dhe në televizor, po nuk është e ndjenë si këmë teatr. Nuk është. Dava. Edhe këtu, mendoj, fotografia i jep, është në për galeri, shkon e ki një ndjeshmëri këtë tjetër. Edhe ki një afërsi se hynë botën e fotografisë. Realisht, unë këtë shkoj në për ekspozita me 2-3 fotografi, me erë më shtinë në botën e tyne. Pavarësisht a e kuptoj plotësisht ajo.
Atër në në kështë e mbyllë emisionin, po këtu mbrapa e kemi edhe foton e cila është To shklip nga jo. fotografi, nashta nuk i përmenda, A mundesh më na i tregu ditën? të ekspozuar në Reporting House, ose shtëpin e gazetarëve. Po. Janë 2 fotografi të shkrepura në muin mars të vitit 98. Këto të dyjat janë pas vrasjes Adem Jasharit. Këto është protesta e paqes, me letra dhe bardha, ku kanë organizu studentët fillimisht, fillun gjithë masa, gjithë popë. Tërsa fotografia tjetër janë pikërisht organizimi i grave të Kosovës, që u nisë nga Prishtina, e fillun edhe në për komunën, për qytetet tjera, të qojnë bugë ndërnisa ishe rrëtëme, ishe blokume totalisht, edhe këta do të thëmë si rrëpim për mes saj fotografisë, pamërësi që nuk në lanë në ndërnis me shku, që i blokun, këto bugë gjitha e këtyn të hymja e kryqit kush ndërkombëtar. Se vetëm kryqi kush ndërkombëtar ka pas mundësin e i dërgu. Ta pjesë ku kanë metë pa bugë. Edhe ke këto bugë Prishtinë po flasë, qa kanë qenë në mija, këtë kanë gjitha ato bugën, se cili njëre i ka që bugën para ndërtesës të kryqit të ndërkombëtar. Qa e protestë? Në regull, atër Ridvan, po drejtohem Ridvan, kështu se kolegë, vetë ma ke japë këtë drejtë me tire Ridvan. Ashtë e ka meni. Faleminderit shumë që ishtë pjesë e emisionit e Faleminderit edhe juve, po e respekt. ndjejtë nevojshme me tonë faleminderit edhe për kontributin që e keni bo, sa në mosh ma e re, sa vite kitë të karrierë, unë kam ma pak Jo, vite. mund të kemë karrierë, po mund të kemë karrierë dhe të gabushme, mund të gaboj, Jo, po të falenderoj për këto foto që i ke realizu, që e ke bo mos me u harru, që ka kalu populli shqiptar, falë fotografëve, fotoreporterve si jo që keni kontribu gjatë luftës, ne të rritë sot nuk po e harrojmë që kam përjetu shqiptar në E këto vërtet Kosovë. është që të rritë vini vizitojnë këto fotografi, pysin, edhe ajo qa është me nësi që pysin për këto fotografi, po të tritë që ku mbrejtën, është tema shtëpit shkolla. Po, Kjo më përnë më një mirë, kërë dhe gjoj tritë, që flasin për shkollin për edukim. po. Edhe munojnë me kuptu si kanë përjetu. Falë që i kanë pas edhe prind shtëpi, dhe më dhanë prind e tyne sigurisht kanë qenë së nëzansa shtëpi shkollë. Po. Faleminderit shumë edhe mirë. Faleminderit.